Lej, të pyes pak, sa ka kostuar kjo veshja jote sot? Po, deri diku 700 euro. Më fal, si ishte pyetja edhe një herë? Sa ka kushtuar veshja ime? Dakor. 700 euro, afërsisht. Po, patjetër që të diskutojmë. 700 euro, Kristi. Kjo e bën gjendjen tënde ekonomike, statusin tënd ekonomik? Me thënë, fakti që ti veshjen sot e ke 700 euro? Jo, sepse këte kustum do e kthej. Nuk më përcakton. A për Zhak, e bën statusin ton ekonomik veshja e përcakton? Mendoj që jo. Në vendin ton, ne kur para se të hynim në studio, po flisnim pak a shumë për temën dhe unë i drejtova një pyetje të ftuarve të tjerë dhe thash, a ka mod në vendin ton? A është Shqipëria në ato nivele ku ka mod? Sepse unë e shoh Shqipërinë si një vend edhe shumë hibrid dhe modën dhe mënyrën se si ne komunikojmë e shoh ende në mënyrë hibride. Globalizmi ka bërë pjesa e rrjeteve sociale, njëja e kulturës të kaluarës, asaj që ne ishim dhe të ardhmes, asaj që ne duam të jemi. Dhe një popull që nuk është stabilizuar ende. Pse? Sepse nëse flasim për modë, do flasim për atë pjesë të Shqipërisë që është e kamur, që ka mundësi dhe që ndodhet kryesisht jeton ose të paktën që ne e shohim, sepse nuk mund të shkojmë në shtëpitë e tyre që t'i shohim ku jetojmë, po që është më e dukshme në zonën e qendrës së Tiranës, në zonën e bllokut, ku janë restorantet më të mira, lokale më të mira, ku ndodh jeta. Dhe aty mund të shohim një sfilat të rinjve, të rejave, të zonjave, se si vishen, çfarë stili kanë, a i ndjekin trendet, a nuk i ndjekin, a kanë një stil të tyre apo jo. Ndërkohë që për mendimin tim stili nuk jo domosdoshmërisht lidhet me statusin. Sot më duket sikur më shumë kur vishemi duan të tregojmë statusin që ne kemi nëpërmjet çantës, nëpërmjet veshjeve firmato, nëpërmjet një pardesye që është trend që e dim që e kanë të gjithë, nëpërmjet disa vathve që e dim që janë të momentit dhe i kanë të gjithë. Por a shërben si një mask kjo? Jo, lër ta mbaroj mendimin se nëse kthehem në kohën e komunizmit, ku gjatë se cilës unë kam lindur, dhe mendoj për ato zonjat të viteve, të fund të viteve 80, të cilat kishin një rroba qepse që ndoshta ishte nga Rusia, kishin një komshie që ndoshta jetonte në Shkodër dhe merrte copa nga Malizi, kishin disa revista që i merrnin nga Italia dhe kishin një zonjë që kishte muline, dhe ashtu e rëndësishme në ato kohë ishte të dije, dhe kur ti dije, atëherë bëje dallimit midis masës dhe të tjerëve të cilët ishin të homogenizuar, pothuajse si të fabrikuar, sepse elementi parti kishte hyrë jo vetëm në jetët e tyre, në krevatet e tyre, por edhe në mënyrën se si ato do pasqyroheshin dhe do dukeshin. Dhe duke bërë një krahasim të tillë them që jo, nuk të bën patjetër paraja. Mendoj që të dish është më mirë se sa të kesh. Pastaj nëse edhe di edhe ke, është fantastike fare. Të kesh që të vishesh, por nga ana tjetër është ky fenomeni që po shikojmë që po marrin edhe kredi për t'ju përshtatur një statusi të caktuar veshje, për t'u pranuar në një rreth shoqëror. Nga ana tjetër kemi të rinj sot që po marrin kredi për të bler makina, marrin iPhone-in e fundit, telefonin e fundit, ndoshta vërtet në shtëpinë e tyre jetojnë në një kusht jo aq çfarë duan ta shesin veten në shoqëri për t'u pranuar. Dhe po shikojmë këtë fenomenin që është një presion i madh psikologjik me të drejtën dhe për rinin që ushqet me këto lloj formash, me këto lloj shembujsh. Sa ndikon sot tek të rinj kjo për në presionin për t'u veshur, se veshja është dhe stili jetese, po edhe ajo çfarë përfaqëson se është personi, ëh? Shiko, patjetër që ndikon shumë. Mënyra se si vishemi dhe mënyra se si shfaqemi ndikon edhe në fenomenet sociale, për shembull. Nëse ne shohim një vajzë të veshur në një mënyrë të caktuar, ne mendojmë që ajo vajza i përket një kategorie të caktuar apo sillet në një mënyrë të caktuar. Dhe nëse ne shohim një djalë që është i veshur i gjithë me zeza, me një bomber, me një gjerdan shumë të madh, ne automatikisht ata shohim me një djalë të fortë, me një djalë që ndoshta punon jashtë shtetit, me një djalë ndoshta që merret edhe me punë të pista, po që arrin të jetë i kamur dhe të sigurojë jetesën e familjes vet, dhe kështu që do mbyllim edhe një sy për sjelljet jo shoqërore që ai bën, sepse ai në fund të ditës është i kamur dhe ju ka sjell një status dhe familjes së vet. Dhe fatkeqësisht në vendin ton ku ka humbur intelektualët, ata pak që ishin janë vrarë, dhe në këto vite 30 vjet tranzicioni, se nuk duhet të quaj zhvillim, se zhvillim është një terminologji kolonialiste, po në këto vite tranzicioni ne nuk kemi investuar asnjëherë te brendësia jon.
kemi investuar gjithmonë te fasada. Mbaj mend kur Edi Rama u bë kryetar Bashkia e Tiranës, se patjetër që mënyra se si ne vishemi lidhet edhe me qytetin ku ne jetojmë. Dhe qyteti ku ne jetojmë tregon shfaqjen, fytyrën dhe brendësinë e atyre që e kanë ndërtuar dhe e kanë udhëhequr qytetin. Pse e them këtë? Sepse kur Edi Rama është bërë kryetar Bashkia e Tiranës, Tirana ka qenë jashtëzakonisht shumë kaotike, ju jeni gjithë shumë të rinj dhe pjesa e lanës ka qenë e mbushur komplet me tezga. Dhe gjë e parë që ai bori, hoqi këto tezga dhe çliroi lanën dhe ja ktheu lumin dhe gjithë anën buzlumit banorëve të saj. E pastroi nga baraket, nga ajo pislloku, nga ajo zhurma dhe u duk sikur i dha një frymarrje qytetit. Pastaj çfarë bëri me pallatet e vjetra, pallatet që janë ndërkuar gjatë kohës së komunizmit dhe gjatë kohës vitet 60, gjatë kohës që marrëdhëniet me Rusin ishin të mira, në vend që ato pallate të rindërtoheshin ose të kishte një plan afatgjatë urbanistik se çfarë do ndodhi me Tiranën në 100 vitet e ardhshme, ato pallate u lyen me ngjyra, me lule, me kuti, me viza. Dhe nga një anë ishte një lloj fasade, mori një frym tjetër, i solli ngjyra qytetit, i një Tirane që ishte gri, që vinte nga vitet 90, nga emigracioni, nga varfëria, nga lufta civile, i solli shumë ngjyra qytetit, por këto ngjyra ikën në momente që filluan shirat e para, sepse plani për Tiranën ishte një plan kaotik, ishte një plan i cili tërhiqte vëmendje, por nuk ishte një plan i bërë për jetë gjatë për nevojat e qytetarëve, sepse qytetet që bëhen për nevojat e qytetarëve shohin edhe dallimet gjinore të qytetarëve. Pra, një park do ta bëjmë të përshtatshëm për gratë e këtij qyteti dhe që ta bëjmë të përshtatshëm për gratë e këtij qyteti do vëmë shumë hyrje dalje dhe do ta ndriçojmë në mënyrë që gratë të ndihen të sigurta. Që parkun ta bëjmë sa më shumë të aksesueshëm për vajzat dhe gratë e qytetit, do duhet që në këtë park mos vendosim vetëm topa futbolli apo basketbolli, po të vendosim edhe sporte të tjera që janë të përshtatshme për gratë. Pra, politika, institucionet, ekonomia, sot në ditët e sotme rrjetet sociale, globalizimi, paraja, janë të gjitha faktorë që ndikojnë në mënyrën se si ne ndihemi me veten tonë, por në mënyrën se si ne jetojmë në shoqëri. E merr perceptimin nga veshja apo e merr perceptimin nga zhvillimi apo evoluimi që ka pësuar Tirana hap pas hapi. Më thua një rast ku të ka gabuar perceptimi jot. I Tiranës? Jo. Edhe i Tiranës, pse jo? Por edhe, me thënë, ashtu si zhveshur Tirana sot, në ditët e sotme, se duhet ta quaj veshje, por edhe të një personi, një rast specifik. Do ta them të një personi në Big Brother, që pastaj më pas e takova. Do them perceptimin e parë që pata për Brikenën. Prej veshjes flas, a? Prej veshjes. Okej. Ndërkohë që gjithmonë duke bërë, këto janë biseda që unë kam bërë me veten, sepse si një grua feministe, unë i kam thënë gjithmonë vetes që ti nuk duhet ta gjykosh një grua nga veshja e saj. Dhe këto janë biseda që unë i bëj me veten, sepse duke jetuar në një vend patriarkal, ku jeta është e shpejtë. Jo, mendimet janë të shpejta, atëherë ti duhet bësh gjykatën e vetes dhe ti thuash vetes që edhe ti gabon në mënyrën se si ti percepton të tjerët.